Personat që hanë shalqin urgjent duhet ta dëgjojnë këtë lajm, do ngeleni pa fjalë. Krahas ujit në përmbajtje të shalqinit gjejmë edhe fibra dhe kripa minerale të tilla si fosfori, kaliumi, natriumi, kalciumi dhe hekuri. Gjithashtu vitamina të rëndësishme si vitamina A, vitamina C, vitamina B2, vitamina B1 e të tjera. Kuptohet që prania e lartë e mineraleve dhe vitaminave është efektive edhe në organizmin tonë. Para se të fillojmë, bëni një like videos dhe ju lutem klikoni subscribe, do të na ndihmonit shumë. Për shkak të vlerave të tyre të pakundërshtueshme, mjaft të rëndësishme për metabolizmin dhe gjithashtu mbrojtjen e organizmit tonë. Një studim i kryer së fundmi nga Universiteti i Floridas ka dalë në konkluzionin se hipertensioni mund të mbajë nën kontroll duke konsumuar shalqin në mënyrë të rregullt në dietën tuaj ditore. Kjo për shkak të përmbajtjes së lartë të L-citrullinës, një aminoacid i të rëndësishëm për formimin e oksidit nitrik, i cili garanton ekuilibrat e presionit të gjakut dhe mban elasticitetin e mureve arteriale. Oksidi nitrik është vazodilator i fuqishëm i formuar nga nënarginin, e cila mund të formohet me transmetimin e L-citrullinës edhe përmes përmbajtjes së shalqinit në dietën tuaj. Shalqini është një frut shumë i rëndësishëm i cili asesi nuk duhet të mungojë në dietën tuaj. Ai është një nga frutat më të lëngshëm dhe më të vlefshëm për shëndetin. Ai është jashtëzakonisht i pasur me vitamina, minerale, gjithashtu dhe fibra, që njeriu mund t'i marrë me shumicë me konsumin e shalqinit në mënyrë të rregullt në dietën tuaj. Në këtë video, sipas Healthline, do të mësoni vlerat e mëdha të shalqinit në organizëm që të mos mungojë asesi në tryezën tuaj ditore. Atë mund ta përfshini fare lehtë në sallata të ndryshme, të gjelbra, të shoqëruar me djath ose edhe sipas dëshirës suaj. Dhe vlerat që do të merrni me konsumin e shalqinit në organizëm do të jenë të menjëhershme dhe të fuqishme. Shalqini është i mirë për shëndetin tuaj të zemrës. Shalqini është i pasur me aminoacide të cilat do ta ulin tensionin tuaj të gjakut. Shëndeti juaj i zemrës përmirësohet edhe nga antioksidantët, të cilët do ta ulin në riskun e atakut në zemër. Shalqini do të ofrojë një mbrojtje më të mirë të gjymtyrëve. Shalqini përmban pigmentet e saj natyrale të cilat luftojnë inflamacionet në gjymtyrë. Në disa studime të cilave u referohemi sipas Healthline, thuhet se fal konsumit të shalqinit, njerëzit janë më pak të prekur nga reumatizma, gjithashtu edhe problemet të artritit. Shalqini është i pasur me antioksidant të vlefshëm për organizmin. Ngjyra e kuqe e shalqinit ia atribuohet kështu likopenit, një aminoacid që do të ulë gjithashtu riskun e radikaleve të lira ose edhe diabetit. Shalqini përmban shumë likopen, më shumë se domatet dhe çdo perime tjetër. Shalqini do të ofrojë gjithashtu një mbrojtje më të mirë të lëkurës. Ngrënia e shalqinit do të shërbejë si një mburojë për lëkurën. Antioksidanti likopen ndihmon organizmin të ndalojë gjithashtu djegjen nga dielli dhe të përmirësojë ndjeshëm shëndetin tuaj të lëkurës. Përfshirja e shalqinit në vaktet tuaja ditore do të përkthehet në një mbrojtje të vërtetë të shëndetit dhe më pak komplikacione të tij. Shalqini është i mirë gjithashtu edhe për shëndetin e syve. Një racion me shalqin do të ofrojë 30% të nevojës tuaj ditore për vitaminën A, e cila është thelbësore për shëndetin e syve. Shalqini do të ofrojë gjithashtu një hidratim më të mirë të organizmit. Sipas të dhënave, 92% e përmbajtjes së shalqinit është uji. Ndaj ky frut është ideal për hidratimin më të mirë të organizmit gjatë sezonit të verës dhe jo vetëm. Mungesa e lëngjeve dhe ujit në organizëm do ta drobisë atë. Shalqini do të ofrojë gjithashtu një zbutje më të mirë të lëkurës. Shalqini përmban vitaminën A, B6 dhe vitaminën C, të cilat ndihmojnë në mbajtjen e një lëkure të butë dhe më të lëmuar. Shalqini mund të shfrytëzohet edhe si mask lëkure, duke u përzier lëngu i tij me kos, të mbahet për 10 minuta dhe më pas të shplahet. Edhe rezultatet që do të merrni në këto raste do të jenë të menjëhershme, të fuqishme dhe rigjeneruese për shëndetin tuaj të lëkurës. Shtimi i shalqinit në vaktet tuaja ditore
do t'i japë gjithashtu më shumë energji gjatë ditës. Uji, antioksidantët dhe aminoacidet që gjenden te shalqini e bëjnë atë ideal për njerëzit të cilët kryejnë aktivitete fizike intensive. Shalqini përmban nivele të mira të kaliumit, një mineral që e ushqen dhe gjithashtu i mban muskujt tuaj edhe më të mbrojtur dhe më energjik gjatë gjithë ditës. Shtimi i shalqinit në vaktet tuaja ditore do të përkthehet gjithashtu në një mbrojtje më të mirë dhe efektive të shëndetit dhe parandalim i komplikacioneve. Shalqini do të ndikojë pozitivisht edhe në sistemin tuaj tretës. Njerëzit të cilët të vuajnë nga problemet e kolitit nuk mund t'i thonë jo shalqinit, sepse është një frut shumë i lehtë për t'u tretur nga organizmi. Shalqini është i butë, i lëngshëm dhe nuk i bën dëm stomakut nëse konsumohet gjithmonë brenda normës së rekomanduar dhe brenda sasive të cilësuara sipas ekspertëve të sigurta. Ekspertët e cilësojnë shalqinin si një prej frutave më të rëndësishëm ushqyes, i cili mund të ndikojë pozitivisht në mbrojtjen e shëndetit dhe jo vetëm. Mbërritja e verës së çdo vit shënon ardhin e një super ushqimi shumë të shijshëm, i cili ka vlera të larta për organizmin dhe gjithashtu mund të ofrojë edhe një mbrojtje më të mirë të tij. Shalqini është i njohur prej kohësh si një nga burimet më të mira ushqyese, me ndikim cilësor në mbrojtjen e organizmit dhe lehtësimin e komplikacioneve të tij. Ai përmban ushqyes të tillë si likopeni, vitamina A, citrulina, vitamina C e të tjera, të cilat janë shumë të pranishme në këtë frut dhe shërbejnë për mbrojtjen e shëndetit tuaj në tërësi. Shalqini është i mirë për shëndetin tuaj të lëkurës dhe jo vetëm. Nëse jeni në betejë të vazhdueshme për lëkurë më të shëndetshme dhe më të bukur, atëherë kushtojini vëmendje edhe shalqinit dhe përpiquni ta keni pjesë të dietave tuaja. Sipas ekspertëve të Kurej.com, vitamina A tek shalqini do të ndihmojë dukshëm në rritjen e indeve të trupit, duke e bërë atë të ketë një pamje më të shëndetshme, më të freskët dhe një hidratim më të mirë të lëkurës. Shalqini i bën shumë mirë shëndetit tuaj të zemrës. Çdo kush që ka shqetësime me zemrën ose përjeton në dhimbje krahërori, duhet të kërkojë ndihmën e duhur mjekësore. Po sipas Organic Fact, likopeni te shalqini përmirëson funksionet kardiake dhe vitamina C, karotenoide dhe kaliumi ndihmojnë për të paksuar kolesterolin dhe për ta mbajtur zemrën tuaj më të shëndetshme, gjithashtu edhe më të fortë. Ndaj shtimi i shalqinit në dietat tuaja ditore mund të cilësohet gjithashtu si një mbrojtje efektive për ju. Shalqini do të ndihmojë edhe në shëndetin tuaj të veshkave. Të keni gurën në veshka mund të jetë një përvojë shumë e dhimbshme, kështu që t'i mbani veshkat tuaja të pastra dhe të shëndetshme, në dietën tuaj mund të shtoni edhe konsumin e shalqinit. Sipas livelovefruit.com, shalqini rrit rrjedhjen e urinës pa ushtruar presion shtesë te veshkat tuaja. Në këtë mënyrë shalqini ndihmon në pastrimin e veshkave nga gurët e saj dhe do të përmirësojë ndjeshëm organizmin tuaj. Shalqini gjithashtu është i mirë për shëndetin tuaj të syve. Të shtonit më shumë shalqin në dietën tuaj mund të ndihmojë për një shikim më të mirë dhe më të mprehtë. Shalqini do të ofrojë një mbrojtje më të mirë kundër degenerimit makular dhe problemeve të kataraktës. Ndaj konsumi i këtij fruti në dietat tuaja mund të përkthehet gjithashtu në një mbrojtje më të mirë të shëndetit të syve dhe lehtësimin e komplikacioneve të tyre. Ekspertët e cilësojnë shalqinin si një nga frutat më të rëndësishëm ushqyes që gjithsesi nuk duhet të mungojnë në dietën tuaj. Kjo falë ndikimit të lartë ushqyes dhe parandalues kundër inflamacioneve dhe rritjen e rezistencës së organizmit. Shtimi i shalqinit në vaktet tuaja ditore do të përkthehet gjithashtu edhe në një mbrojtje më të mirë të shëndetit tuaj të kockave. Shëndeti i kockave tona është jashtëmasa i rëndësishëm, veçanërisht me kalimin e moshës. Për fat të mirë, shalqini përmban nivele të larta të likopenit dhe kaliumit, që të cilat i bëjnë kockat dhe gjymtyrët më të fortë, duke ndihmuar kështu në paksimin e riskut të zhvillimit të diabetit dhe shkatrimit të nyjeve. Shalqini është një frut me shumë përfitime dhe nuk duhet të mungojë në dietën tuaj. Vëmendje,
Ju bëjmë dije se informacionet në këtë video kanë për qëllim që të plotësojnë, të mos zëvendësojnë në këshillat e mjekut tuaj ose ato të ofruesit të kujdesit tuaj shëndetësor dhe nuk kanë për qëllim që të mbulojnë të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose dhe efektet e tyre negative për shëndetin tuaj. Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja t'i bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që të informohen dhe miqtë e tu.